E bëra me shefin e martuar dhe kam frikë se i ngjis HIV. Duhet të jemi sinqert. Drita e mëngjesit depërtonte ndër xhamin e fiksuar të zyrës së drejtorit, duke ju hedhur një rrezë të hartës së Shqipërisë së Madhe që varrej në mur. Në qendër të dhomës, në tryezën e gjerë të lisit, ndodheshin 2 goda me kafe, tani të ftohta, dhe një kaos i dokumenteve që dëshmonin një natë pune të gjatë dhe intensive. Dhe në këtë kaos të dokumenteve, isha unë, Jona, e shtruar mbi tryezën e lisit me ndjenjën e lëkurës së mprehtë të drurit kundër shpinës sime dhe peshën e drejtorit tim, Dritanit, mbi mua. Dita e mëparshme kishte filluar normalisht, një projekt urgjent kërkonte orë shtesë. Gruaja e Dritanit dhe fëmijët ishin me pushime në Bregdet. Ne të dy kishim mbetur të përqendruar në numra dhe raporte. Natës kur ora tregonte 2 dhe më në fund kishim mbaruar, tensioni i përbashkët kishte shpërthyer. Nuk kishte qenë një dashuri, kishte qenë një përplasje lodhje, adrenalini dhe një respekt të ndërlikuar që kishim krijuar gjatë 5 viteve të punës së përbashkët. Ai ishte i aftë, i palëkundur dhe i jetur. Unë isha ambicioze, palodhur dhe respektueshme në atë natë ku fitu shkrin. Kishte qenë i ashpër, i papritur dhe i pakontrolluar. Nuk kishte patur kohë për paraprakëri, për kujdes. Ishte ndodhur aty, mbi ato dokumente, me veshjet e zyrës, ende të çrregulluara përreth nesh. Tani, në dritën e mëngjesit, gjëja e vetme që ndiej vërtet ishte frika, një frikë e ftohtë, rrëqetëse, që më përshkroi trupin më shpejt se çdo kujtim i kënaqësisë së ndjerë. Dritani, duke qëndruar në pragun e dhomës së tij të banjës, duke u mbështjellë me një peshqir rreth belit, dukej i njëjti burr i palëkundur. Kafe tjetër? Pyeti zëri i tij i zakonshëm i qetë. Unë të rrhiqesh nga tryeza, duke e mbledhur fustanin tim të grisur. Jo faleminderit, zëri më dridhej. Dritan, ne nuk kemi përdorur asgjë. Ai ndaloi. Pamja e tij u kthye nga tenxhereja e kafes drejt meje. Sytë e tij të errët dhe të mprehët më matën. Nuk e kam me vete, tha, thjesht. Nuk e planifikova këtë. Unë gjithashtu përshpërita. Fjala tjetër u ngrit në fytyn tim e rëndë dhe e padurueshme. Dhe ti, a je i sigurt për veten tënde? Kuptoj menjëherë. Ajri në dhomë u bë i trash, i ndenjur. Harta në mur dukej sikur utkur. Çfarë po thua, Jona? Pyeta. Nuk ishte e zëmëruar, ishte e shesh si një thik. HIV, thash. Fjala doli si një goditje, dhe sëmundjet e tjera seksuale. Ne nuk e dim asgjë për njëri tjetrin, jo në atë mënyrë. Ai e vuri kavanozin e kafes më anash me një lëvizje të përpikt. Unë jam i martuar, tha. Si nëse kjo do të thoshte gjithçka. Dhe unë kam qenë në disa marrëdhënie, ju përgjigja duke ngritur kokën. Nuk do të lejoja që turpi të më bënte të heshtja, dhe ti nuk je i pari. Ishte e vërtet. Kishim punuar së bashku për 5 vjet. Kishim parë njëri tjetrin në takime, në pritje, në ditë të mira dhe të këqija, por unë nuk e njihja historinë e tij seksuale, as ai timen, dhe tani trupat tan, lëngjet e tyre, kishin përzier në mënyrën më intime dhe më të rrezikshme. Ai u ul në karrigen e tij të drejtorit duke i papritur dhe i lodhur. Çfarë sugjeron? Testimi, thash, duke u veshur xhaketën time. Së bashku, sot. Ai buzëqeshi, por buzëqeshja nuk arriti syt. Në klinikën e kompanisë, çfarë do të thuash nëse na shohin? Më pëlqen më shumë jeta ime se sa gojët e njerëzve, thash, me vendosmëri që nuk e ndjeva. Dhe ti duhet i pëlqesh më shumë jeta jote dhe ajo e familjes tënde. Fjala familje qëndroi në ajër si një pikë akuzuese. Ai u ngrit. Në rregull, por jo në klinikën e kompanisë, një vend privat. Unë e di një. Rruga deri në klinikën private në një lagje të qetë të qytetit ishte më e heshtura se çdo takim drejtuesi. Nuk flisnim, vetëm dëgjonim tingujt e motorit dhe rrahjet e zemrave tona. Në pritje, nuk ulem pranë njëri tjetrit. Unë zgjodha një karrige pranë dritares, ai u ul larg duke kërkuar një revistë. Mjekja ishte një grua në moshë të mesme me një sjellje profesionale dhe të pasjellshme. Nuk bëri pyetje të panevojshme, thjesht shpjegoi procedurën. Testi i shpejt për HIV dhe hepatitin B dhe C janë marrë mostra gjaku për teste më të plota që do të ktheheshin pas një jave. Nëse testet e shpejta ishin negative, mund të bëheshin teste shtesë për sëmundje të tjera.
Drita e zbetë e dhomës, eksperimentimeve, ndjesia e gjilpërës në krah dukeshin si një vazhdimsi surreale e natës së kaluar. Nga dora ime deri te ajo e dritanit, Qakuin u tërhoq në tuba të vegjël qelizor, duke mbajtur të gjitha përgjigjet, të gjitha pasojat. Pas një çerekore, mjekja na thiri në zyrën e saj. Ishte e qetë dhe profesionale. Rezultatet paraprake të HIV dhe hepatitit janë negative për të dy. Dritani lëshoi një frymë që nuk e dija se e kishte mbajtur. Unë ndjeva të njëjtën lehtësim, por ajo ishte e pjeshme. Por, vazhdoi mjekja, duke shikuar nga njëri tek tjetri, siç e diskutuam, këto janë vetëm testet e shpejta. Ju duhet të përsërisni testin pas 3 muajsh për HIV për të përjashtuar plotësisht çdo rrezik. Dhe ju rekomandoj të bëni teste të plota për sëmundjet e tjera seksuale. Rezultatet do t'ju vinë me post në adresat tuaja individuale për 1 javë. Dola nga klinika duke ndjerë trupin tim si të huaj. Dritani më ndoqi. Në parking ai ndaloi. Jona, tha. Unë më vjen shumë keq për gjithçka, për mungesën e mbrojtjes, për rrezikun. Nuk ishte faji yt, përgjigja, duke parë drejt asaj gjëje të bardhë të klinikës. Inshallah, unë gjithashtu, të dy ishim të dehur nga lodhja dhe diçka tjetër. Ajo që ndodhi nuk duhet të ndodhë përsëri, tha ai, por zëri i tij nuk ishte i fortë, ishte i lodhur. Jo, i thash, nuk duhet. Por ndërsa e thosha unë, atë kujtova ngrohtësinë e dorës së tij në hijen time, intensitetin në sytë e tij, kur na pushtoi një emocion i përbashkët, dhe e dija me një ndjesi të errët dhe të turshme se mund të ndodhte përsëri, sepse tani, përveç respektit, kishte diçka tjetër, një ndjenjë e përbashkët e frikës, e përgjegjësisë dhe e një intimiteti të çuditshëm që kishte kaluar përtej trupave. Çfarë do të bëjmë tani, pyeta? A presim rezultatet, tha ai, dhe ne duhet të flasim nëse ka pasojë për punën tonë. Nuk isha gati për këtë bisedë. Jo, atëherë tani duhet të shkoj, thash. Ai nuk përpoq të më ndalte. Thjesht qëndroi aty në mes të parkingut, duke më i vogël se kur në kostumin e tij të shtrenjtë, ndërsa unë largohesha. Në javët që pasuat ishin një parandënje. Çdo telefonat nga një numër i panjohur më bëndje të ngrija. Çdo dëmtim i vogël në trup më bënte të mendoja për simptoma. Nuk mund të flisja me askënd për këtë. Ishte detyra ime dhe e dritanit të mbajmë sekret. Në punë ne e bëm ekspert në shmangje. Takimet u zhvendosëm në email. Kur ishim të detyruar të takoheshim, flisnim vetëm për punë, me një formalitet të ashpër dhe të ftohtë, por ndonjëherë kur shikime takoheshim, ndihej një ndjenjë e tërë bota në atë dhomë zyre. Frika, turpi dhe një ndjenjë e pazakonte lodhjes që vinte nga dia se ne ishim të vetmit 2 njerëz në tokë që e dinim çfarë ndodhi dhe çfarë mund të ketë ndodhur brenda trupave tanë. Një javë më vonë, një zarf i bardhë, pa asnjë shenjë kompanji, erdhi në adresën time të shtëpisë. Duart më dridheshin kur e hapa. Ishte një letër nga klinika. Rezultatet e mia ishin të pastra, të gjitha negative. Ndihesha si të isha liruar nga një burg. Pastaj mendova për dritanin. A e kishte marrë dhe ai letrën e tij? A ishte ai gjithashtu i lirë? A do të thoshte diçka nëse ishte pozitiv? Dita tjetër në punë, kur ai hyri në zyrën time për të nënshkruar një dokument, pa fjalë vuri një zarf të vogël të mbyllur mbi tryezën time. Nuk tha asgjë, vetëm doli. Brenda kishte një flet letre të bardhë. Në të, me shkrim të dorës së tij të njohur, ishte shkruar vetëm gjithashtu negative, D. Ndjeva një val lehtësimi kaq të fortë sa që u përkula kokën mbi tryezë dhe për një çast mbylla syt. Kur i hapa, dritani ishte kthyer në prag. Nuk hyri brenda. Tani jemi të sinqert, tha zëri i tij qetë, plotësisht. Po, përshpërita. Çfarë bëj me këtë sinqeritetin tani? Pyeti. Nuk u përgjigja, sepse nuk e dija. Sinqeriteti nuk ishte hequr tërheqjen. E kishte bërë vetëm për të ndërlikuar. Tani nuk ishte vetëm një çast i humbur. Ishte një përvojë e përbashkët, e mbushur me një ndjenjë të përbashkët të frikës dhe shpëtimit. Ai u largua, pa pritur përgjigjen time, dhe unë beta duke parë hartën në murin e zyrës sime. Vija e kufirit shqiptar dukej tani si një kurbe e bukur, por e rrezikshme, dhe unë kisha kaluar atë në të dyja mënyrat. Jeta nuk është një hartë. Nuk të tregon rreziqet e fshehura, sëmundjet e padukshme, por të tregon kurba. Dhe ndonjëherë mënyra e vetme për të mësuar rrugën është të udhëtosh drejt saj me të gjitha rreziqet dhe pasojat.
Dhe tani, me sinqeritetin e fshehur në një zarf dhe në zemrën time, mbeti të shihje nëse do të ndiqja rrugën e drejtë ose do të largohesha përsëri në atë kurbë të rrezikshme, por tërheqëse që na kishte lidhur.